Të nderuar përfaqësues të mediumeve. Ne si Komisioni i Shëndetësisë që veprojmë në kuadër të lëvizjes për reforma në Partinë Demokratike Shqiptare, jemi mbledhur sot që të dërgojmë një mesazh urimi deri te Ministria e Shëndetësisë që më në fund pas tentimeve 4 dekadëshe në vitin 2015 filloi realizimin e projektit të kardiokirurgjisë shtetërore që do veprojë në kuadër të qendrës klinike universitare Nëna Terezë në Shkup. Mbesim me shpresë se më në fund qytetarët e Maqedonisë me probleme shëndetësore të kësaj natyre, si dhe anëtarët e familjeve të tyre nuk do të bredhin në përbot, si dhe nuk do të ndajnë mjete të majme nga buxheti modest familjar. Njëherët, Komisioni i Shëndetësisë i lëvizjes për reforma në PDSH ashpër reago për mënyrën e zgjedhjes të personelit shëndetësor dhe personelit ndihmës. Ky institucion publik shëndetësor që të funksionojë nën ombrellën e shtetit, duhet të jetë shembull për përfaqësimin e drejtë dhe proporcional të bashkësive në Maqedoninë Europiane që synojmë të gjithë. Ky institucion duhet të jetë shembull i funksionimit të marrëveshjes kornisë të Ohrit dhe frymës të tolerancës midis qytetarëve të Maqedonisë. Nga burimet të sigurta u informuam se në konkursin për pranim të mjekëve i shpallur para 2 vjetëve dhe i realizuar para 2 javëve, u pranuan 8 mjekë të komunitetit Maqedonas e asnjë shqiptar, si dhe 2 mjekë anesteziolog po ashtu të komunitetit Maqedonas. Nga personeli i mesëm dhe ai teknik u informuam se është e pranuar vetëm një motër medicinale shqiptare. Në konkursin në fjalë gjithnjë nga burimet të sigurta u informuam se kanë konkuruar shumë mjekë dhe personel tjetër shqiptar duke i mbajtur në ankth dhe dilema pasigurie. Për fat të keq, ky skandal është vazhdim i punësimeve skandaloze në spitalin e qytetit 8 shtatori ku u pranuan mbi 100 punëtorë shëndetësor përsëri nga nacionaliteti maqedon, duke mbyllur dyert e punësimeve të reja për 30 vjetët e ardhshme. Ky fenomen rezulton diskriminim nacional dhe profesional, duke prekur këtu edhe dinjitetin individual të qytetarit dhe duke cenuar barazin dhe mundësim për përparim profesional. Për këtë ngjarje ishim të vetmit që ngritëm zërin e pakënaqësisë. Na habit fakti që në mbledhjen e djeshme të parlamentit asnjë deputet, bile edhe deputetët mjek, si nga pozita dhe opozita shqiptare, maqedonase dhe të tjerë, nuk e pan të arsyeshme të pyesin e të marrin informata bunuimore nga Ministri i Shëndetësisë për këtë problematik që trondit shoqërinë tonë edhe ashtu të lënduar nga ngjarjet e fundit. Po ashtu me theks të veçantë ju drejtohemi politik bërësve qeveritar shqiptar në shëndetësi, që të na informojnë përse ndodhin këto fenomene. Përse nuk janë zgjedhur edhe mjek shqiptar adekuat për kardiokirurgji para 4 ose 5 vjetëve, duke ditur rrugën e rëndë për të fituar këtë titull. Përse u lejuar që në konkurset në fjalë si dhe transferimin nga qendra tjera të mjekëve të ri, moskete dhe shqiptar. Ne kuptojmë se ndodhemi në situatë të rëndë dhe përqendrimi duhet fokusuar në ngjarjet që rëndojnë situatën politike në vend, por me menaxhim efikas duhet bërë ballë edhe këtyre situatave që dëlon pasoja të mëdha në ardhmërinë e afërt dhe të largët.